Është shumë e vërtet kjo që thot Simoni. Kemi pak dhe qef të dukemi. Tani jo çdo herë e kemi mundësin të blejmë shishe 200 euro apo 400 euro, se 200 euro të një nuk ka me të drejtën, po fillojnë nga 400 e sipër, po përgjithsisht nuk janë femrat ato që e paguajnë, thjesht femrat zejnë vëndin dhe shishet vinë nga tjetër vënd. I pagunë Simone. Ato i paguj une, po une s'jam aty. Unë jam në shpi, e tash kjo ja fotografon edhe ja shon atina atje, edhe rënqështon na burra të me telefona në dorë. Pa tjetër, nuk mund të fusim të gjithë në një thes, por pjesa më e madhe këshu. Edhe mas shumë që më shtetson janë trejet, moshën 18. Po, të voglat. Violet, unë pas këm qenë herën e fundit, se tash më duket se mëra me rajt pak, po unë herën e fundit pas këm qenë jem kontë. Edhe që kam ka bo mu për shtypje, unë me të thënë drejtën të ato në ashtë më shefen për meje, po unë s'kom pa narkotik kërku. S'ke mujtë me posit të jekon pjesën e vipav? Ndoshta, pjesën e se kam vipav. pa. Unë mendoj që këto lëndët narkotike nuk i pinë mes klabit, se unë nëse më ka qëllu me pa, ka qëllu me pa në banjo, për shumë. Edhe për shembull në pjesë që nuk mujmë na sigurimi me pos qasjen, me depërtuan. Po çka kam vrejt, ka qenë një gjatë që unë kam met pa men. Aq e rini e bukur. Po, të bukur, po. Aq djem e vajzat bukur, unë se kam ditë kur që jena në kaq populli bukur. Ja të bukur jena. Populli ma i bukur në botë, thojnë. Për një me? Ja për qefin vetë. Mirë, Ku po fole për bukurinë, pse po më këshirni mua? Ty t'jena për mësysh. deshta me vetë, si e menoni ju, nëse duhet me qenë në ambjent mira fama apo të këqia. Qka përfitojmë me famën edhe qka humbim? Përveç privatësi, se përmandim të gjithë. Nuk është vetëm privatësia. Privatësin mund është mi pasë edhe me qeni famshëm, nëse dënë. Qërë, unë i ka 20 vjetë që kam punu në televizion, tash Ti që i famshëm. Jo, s'jam sinat famshëm, po mas mirë është mos me koni famshëm heq. Ua, e njerëzit plesën më botë famë. Njerëzit japin miliona, investon krejt shka ka, shet edhe shpin, për me më rrinj famën, me njof njerëzit në lamin e vetë që e banë. Okej. Në punën e vetë që e banë. Mandej, kur e mrin krejt qatë famë, tani është në gjenje mi dhonë milionat për mos me pas qatë famë edhe me jetu, sikur ka jetu për asë me koni famshëm. Okej. Mas mirë është hiç mos me koni famshëm, me e bo një punë zakonshme, që ty të siguron jetën mirë, mund është me jetu për i qësoj punë, me pas tanat mira, me konë stabil, me konë i qetë, për ndryshi as një gjatë mirë. Me pak fjallë ti je pëndu që e bëj famshëm. Me mujtë me këthy edhe njëherë jetën para se marë në Prishtinë me punu në RTK, ku kena punu bashkë mas pare unë edhe ti, mi u këthy jetës edhe njëherë edhe anër e kam, me bo mu bo njëherë shumë i pasun, mi u këthy jetës që ja kam bo për para se me punu në televizion. Opa. Me mjellë kalamoshe pasullë bostane kepe livadën sa. Ajsi, ti a je pëndu që je bo famshme? Shiko tani. Se nuk e quaj vetën të famshme, me thënë të drejtën. Ndoshta këtu në Kosovë më njohin pak më shumë duke